Në raportin më të fundit të Konfederatës Ndërkombëtare të Sindikatave vihet re një përkeqësim i ndjeshëm i të drejtave të punëtorëve në shkallë globale. Indeksi vjetor, i cili bazohet në 97 rregues ndërkombëtar, thekson se Europa dhe Amerika kanë shënuar rezultatet më të dobëta që nga viti 2014. Shqipëria nuk është përjashtim nga ky trend negativ. Ikën e punë, hes me një tjetër. Kështu e që ata ose nuk respektojnë ata, apo unë them që nuk respektojnë ata, se këta ka fëmijë, nuk e di. Nuk e respektojnë punëdhënësit thoni? Po, punëdhënësit po them. Punëdhënësit jo. Se po sindikatat kanë rol këtu te ne? Valla, i di tani unë. Jo thash. Këta e them me plot gojë. Ju çfarë mendimi keni për drejtat e punëtorit? Kanë punëtorit realisht drejta, respektojnë të drejtat? Duhet të ketë të drejta punëtorit, se ai ndjell lodhje të jetën. Sipas raportit, Shqipëria renditet në kategorinë e vendeve që kufizojnë të drejtën për grevë, duke marrë vlerësimin 3. Ky vlerësim referohet shteteve ku pavarësisht ekzistencës së një kuadri ligjor, shkeljet janë të shpeshta dhe të vazhdueshme. Edhe në Fier, qytetarët pohojnë se përballen me sfida të shumta në përditshmërinë e tyre ku mbrojtja e të drejtave të punëtorëve mbetet ende problematike. Raporti thekson gjithashtu se Shqipëria së bashku me vende të tilla si Hungaria, Moldavia, Malizi dhe Britania e Madhe është kritikuar për mënyrën se si përdoren ligjet për të kufizuar grevat. Përmes zgjerimit të përkufizimit të shërbimeve thelbësore, autoritetet kufizojnë ndjeshëm të drejtën për protestën e punëtorëve, çka konsiderohet një ndër mënyrat më të rrezikshme për të ndaluar zërin e tyre. Atëherë në Republikën e Shqipërisë janë dy ligje shumë të rëndësishëm, të cilit janë Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë me numër ligji 7961 i datës 12/7/95, si dhe ligji për sindikatat në Republikën e Shqipërisë, i cili është me numër 7516 i datës 7/10/91. Të dy këto ligje, si për me njëri tjetrin, bëjnë atë që të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve dhe punëmarrësve në raste të ndryshme të zgjidhen ligjërisht ose vullnetarisht. Ndërkohë që situata po përkeqësohet në shumë vende, ekspertët paralajmërojnë se në mungesë të reformave të thella, të drejtat e punëtorëve do të mbeten të kërcënuara. Qytetarët kërkojnë më shumë garanci dhe një mbrojtje më të madhe për të ardhmen në tregun e punës.